me thënë aktorët ose artistat në përgjithësi, ju që keni kalu një periudhë shumë të mirë gjatë ketë periudhës së aktrimit? Unë në teatr aty jam me kolegë që kale krejt mirë. Me dikan që i keni pas muhabetet ma afër. Po me ato që jam shoqni edhe kështu të ngushtë, që i kam teatr është Mumin Abdullahi, është Eldin Shiroki, që i kam kolegë, ato pi fakultetit jena bashk, edhe jena punësu me një teatr bashk, që s'ka ma mirë se me shoqni mu punësu me një punë bashk. Po. Edhe kështu që me këtë kam raportet mira, me këtë të ri, po këto i kam, do më thënë, qona pizhumit kuji, apo dal mi kafe. Me pi kafe në mëngjesit. Me pi kafe në mëngjesit. Që shifni ndikimin e teknologjisë dhe medjave sociale, do me thënë që ndikojnë në këtë kulturën e teatrit? Rrjetet sociale janë të botë vetën, edhe s'pëna vesin, as doni veç po hinë para pyt. Kështu për teatr, nuk mujnë me ndiku qatë shumë, sa ndikojnë për shumë në film, në serial, në për televizion.